E të dashur miq, rikëthujem në studio për të vazhduar me bashkëbiseduesit e ftuara për ditën e sotshme. Është këngëtarja Anita Aziri për dytë herë në studion e emisionit tonë Weekend, si dhe Teuta Halimi, e cila është organizatore e koncertit të Anitës, të realizuar ditë më parë në Tetov, një koncert i jashtëzakonshëm, i bukur, që do të kemi mundësi të ndjekim edhe pamjen nga koncerti, por gjithashtu edhe të bisedojmë për ndjenjat dhe si kaloi sa i përket këtyre dy grave të mrekullueshme. Përshëndetje dhe mirëserdhje në studion e emisionit tonë Weekend. Përshëndetje Simra, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi t'ju kem në studio dhe të flasim për një koncert të mrekullueshëm, ka qenë i bukur shumë, komente ka marrën të bukura nga ajo mbrëmje, por dua të ndëgjoj edhe nga ju për pritshmëritë juaja. Më trego Anita se si u ndjeve, si ishte përvoja për ty në koncertin në Tetov, a ndjeve ndonjë lidhje të veçantë me publikun? Meqense ishte dëshira ime e kahmoqshme që të realizohet një koncert i tillë, dhe mund të them që ende jam në atë euforinë, atë kënaqësinë e asaj që përjetova asaj nate. Po sikur mos ishte mikja ime Teuta e cila më shtyu, që e përkrau idenë time dhe u morë përsipër, unë nuk besoj që do arrija ta realizoj. Po ishte vërtet një kënaqësi, kështu që si një këngëtare me një përvojë, domethënë të kahmoqshme. Ishte një ndjenjë shumë e papërshkrueshme kur e shifsha edhe publikun se si bashkërisht me mu brohëriçin ose këndonin me tekstin, që sinqerisht ishte një kënaqësi shumë, s'kam fjalë ta përshkruaj shumë thjeshtë. Më trego sa ishte ky koncert ndryshe i mbajtur nga koncertet e kaluara, atmosfera, energjia, emocionet? Domethënë, është koncerti im i parë, recital të them solistik në fakt, dhe kishte shumë dallim nga ajo që unë kam marrë pjesë në shumë koncerte ose festivale ose shumë ahengje të ndryshme. Do me thënë nuk kishte ajo prej asaj në dallim me këtë që unë përjetova atë natë. Do me thënë kishte krejt një ndjenjë krejtësisht ndryshe, do me thënë thjesht dukesha sikur nuk isha në tokë në moment. Ndjeja një kënaqësi shumë të, do me thënë diçka e pabesueshme që thoja me vete, ja arritëm qëllimi që të realizoj një koncert të tillë. Po më trego se si lindi bashkëpunimi me Teutën për të realizuar këtë koncert? Unë faktikisht me Teutën jam rritë. Jemi rritë bashkë në një, dhe çdo herë në çdo hap unë Teutën e kam pas si krah. Do me thënë, si në këshilla në jetën time, si në këshilla në punë, si në bashkëpunim, në këndim, dhe ishte një ide ka moqme dhe thash me vete, s'kam ku tjetër t'i drejtohem thash Teutës. Thash Teuta, si thua, kam dëshirë t'a boj, dhe po ti mundesh, ti do t'a bojsh. Dhe kështu që lindi idea, do me thënë gjithë shka të ne lindë spontanisht. Edhe gjërat spontane janë gjithmonë më të edhe në fillim kur e lisa këngën e parë, do me thënë karrierën, dhe karrierën time kam filluar me Teutën, me këngën që mora pjesë në festival, fillimisht kur dola si një këngëtare veç asaj që isha në shoqërinë Xhelatin Zeqiri. Teuta, duke ndenjur në shtëpi, ashtu spontanisht fillum Teuta ta kompozoj me ato aftësitë e veta, me atë talentin që e ka, dhe doli dhe këngë e parë. Do me thonë e njëjta ndodhe me koncertin, sikur spontanisht erdhi diçka dhe doli diçka shumë e bukur. Shumë e bukur. Teuta, mund të më tregosh se çka të shtyu për të marrë iniciativën e realizimit të këtij koncerti të parë të Anitës? Do me thënë, Anita është një nga këngëtaret që unë e veçoj shumë, jo vetëm se e kam mike, por edhe ajo ka shumë vlera të larta sa i përket këndimit, ka botën e saj artistike, botën e saj muzikore, dhe pikërisht kjo është edhe arsyeja dhe motivimi që më shtyu që ta inicoj këtë që Anita të del në skenë dhe të bëj dhe të performoj në koncertin e saj solistik. Anita jo që më para nuk ka dalë në skenë, ajo gjithmonë ka qenë prezente në skenën tetovare dhe më gjërë, mirë po me koncert solistik është hera e parë që ajo performon, dhe pikërisht janë vlerat e Anitës si artiste që unë desha ta marrë këtë iniciativë dhe të dyja bashkë vendosëm që të shkruajmë një projekt për koncert solistik të Anitës bashkë me
bendin Artemis, që po ashtu ishin instrumentistët e këtij eventi të bukur që ndodhi në qytetin e Tetovës. Po më trego, cilat kanë qenë sfidat më të mëdha që i te kaluat gjatë organizimit të këtij koncerti? Prej momentit të parë për të realizuar një ngjarje artistike, vazhdimisht një artist ka sfida nga natyra të ndryshme. Patjetër. Edhe ne kishim sfida të ndryshme, se normal kur realizohet një event kulturor, njerë duhet që të kesh përkrahje institucionale, përkrahje financiare dhe përkrahje morale po ashtu. Edhe përkrahja morale është shumë e rëndësishme për të realizu një gjë e bukur, një koncert si doli ai koncerti solistik i Anitës. Dhe sfida, do me thënë, nga dita e parë deri në ditën e fundit ishin të lloj-llojshme. Tash mos t'i numërojmë apo organizimi, si duhet të duket, si duhet të jetë ai skenari i vetë koncertit, në çfarë stili të performoj Anita, në çfarë stili të bëjnë përpunimet e këngëve bendi i cili ishte aty dhe që luajti me shumë dinjitet këngën e Anitës dhe bën atë përcjelljen në mënyrë shumë të veçantë të muzikës së Anitës dhe gjithçka doli në një mënyrë shumë stilistike dhe jo, pra Anita këndoi në 2 bloqe të them. Bloku i parë i koncertit ishte me këngët e Anitës, të cilët kanë autorsi të tyre, dhe bloku i dytë ishin këngët të cilët bazohen në traditën muzikore shqiptare, mirë po ato nuk u morën ashtu të pastra, por ishin të përpunuara si nga Anita në interpretimin e Anitës, pra ashtu edhe nga interpretimi i instrumentistëve të cilët performuan. Edhe çdo gjë është sfidë faktikisht, deri në momentin e fundit është sfidë. Po si përfundim, si u pritën nga qytetarët? A pati ndonjë koment interesant që ju preke emocionalisht? Po, çdo moment, publiku tetovar është një publik shumë i dashur. Një koment? Po. Ashtu interesant që ndoshta keni ende në... Po, ishte një koment që na la përshtypje nga publiku, sikur në Sanremo jemi. Ky ishte një koment shumë i bukur, edhe vërtet ishte shumë bukur, dhe Anita kur doli në fillim në skenë, doli nga ana e publikut dhe u shpërndau lule publikut. Ai ishte një moment shumë interesant dhe ajo që vërejta se femrat qanin në atë moment. Dhe edhe unë isha pjesë e atyre që qaja, jo vetëm qaja, po edhe me dënes e përjetoja atë. Nuk e di pse, ende nuk mund të gjej përgjigjen të vetja ime se pse qanim në atë moment. Ndoshta ne pam femrën të, do me thënë, përgjithsi veten tonë të Anita dhe gjinim femrore të Anita, se sa e vështirë është që për një femër që ne jemi edhe nëna, edhe mbajmë shtëpi, apo edhe jemi bija të dikujt, por nga ana tjetër jemi edhe idealist romantik që e idealizojmë punën tonë, e idealizojmë profesionin tonë dhe e dim se sa e vështirë është të arrihet diçka sa i përket sferës artit dhe të kulturës dhe publiku mbeti shumë i kënaqur nga ana tjetër, komentet nga më të mirat, nga më të bukurat, thash publiku tetovar është një publik shumë i këndshëm, shumë i edukuar dhe publiku veç më e din të bëj dallimin midis asaj se çka është e bukur dhe çka jo, çka është me vlerë dhe çka është antivlerë. Dhe kjo është pra. Është shumë e vërtet. Unë do dua që në këto momente të ndalemi për disa minuta për të ndjekur pamjen nga koncerti, që edhe shikuesit të cilët nuk kanë pasur mundësi të jenë prezent në koncertin tuaj, për atë çfarë po flasim, ta shohin edhe ata nga ekranet televizive. Të dashur miq, do e ndjekim për disa minuta, sikur momentalisht po ndodhen në koncertin e Anitës së Mbaqur, dhe rikthehemi sërish në studio për të vazhduar bisedën.
Pjesën tjetër të jetës, shumë e gjatë, labirinti nga truar, kjo rrugë me të njëjtin zë. Me të njëjtin ritëm do të filloj, sa e dashur, aq e urryer. Të nderuar të tovar, zonja, zë dhe zotrimi, mbrëma dhe mirë se erdhët në këtë gala koncert recital të Anita Aziri. Pamje të mrekullueshme, do e vazhdojmë tani bisedën me bashkëbisedueset e ftuara në studio. Anita, më tregoj cili ka qenë një moment më prekës gjatë asaj mbrëmje ose ndonjë këngë që i preku të gjithë? Por edhe ty emocionalisht. Gjatë gjithë kohës së koncertit, do me thënë, kishte shumë momente të cilët prekesha. Do me thënë, kur shifja publikun sa është e kënaqur. Momenti i vetëm ishte që qëllimi i këtij data e këtij koncerti ishte ditëlindja e dajës tim tash të ndjer, që unë e zgjodha pikërisht atë datë, pasi kam qenë shumë e lidhur me atë, do të thënë, si emocionalisht. Dhe ajo ishte momenti i prekës që të gjithë në sallë e kanë njoft, do të thënë të gjithë tetova e kanë njoft si një humanist, si një njerëz shumë të mbar,
Dhe ishte një moment shumë i prekës nga shkak se nuk e pritnin atë. Dhe në moment pati një qetësi, për derisa unë flisja për datën. Mirë po, i tërë koncerti ishte, vetëm kjo ishte ajo e veçanta kur u përmend emri i tij më tepër, që mua më preki personalisht. Po si që thash, çdo këngë që unë e interpretoja kishte momente të cilat unë prekesha, interpretoja me shpirt, interpretoja me ndjenja, kështu që mendoja sikur, do të thënë, gjithçka është e imja në ato momente. Ja, shumë bukur. Më trego, a pritet ndonjë projekt i ri nga përvoja e këtij koncerti, ndoshta ndonjë që ju ka lënë emocionet? Do me thënë, kur fillon një punë dhe she që del shumë e suksesshme, ende pa u shuajtur ajo, ne jemi në bisedime për të vazhduar, ende më tutje me projekte, po tash vash Zoti kemi fat dhe na realizohen projektet mos të ndalen, duhet shumë shpejt do me thënë të bëhet promovimi i videoklipit të cilin duhet të nxjerrim me një këngë të re të krijuar nga zotëria Vniqa Ili dhe Ebrari. Shfrytërasin ti përshëndesim në këto momente. Desha ti falemndrohem edhe zotëria Vniut se përpos që e kisha të utën si krah, edhe atë kisha si një mbështetje shumë të madhe, i cili udhëheqi ishte si moderatori i koncertit dhe tregoi atë zemërbardhësinë e tij që me gjithë shpirt u mundua të më ndihmoj dhe të më përkrah. Dhe nuk dyshoj në këtë, sepse Avniu me të vërtetë është gjithmonë përkrahës jo vetëm i artistëve të rinj, por edhe artistëve që janë më në karrierën e tyre, që kanë filluar edhe karrierën e tyre me të, asnjëherë nuk i lë anash. Është e vërtetë ajo, patjetër. Më tregote Uta, a po mendon të organizosh ndonjë eveniment tjetër kulturor mbas këtij organizimi? Ne jemi të dyja shumë aktive në këtë drejtim të sferës së muzikës, edhe gjithmonë kemi qenë që në periudhën kur kemi studiuar bashkë, siç tregoi edhe Anita, kemi bashkëpunu sa i përket këngëve. Këngët e Anitës të parat janë në autorsi time dhe të tekst shkruesve nga Tetova, Hatixhe Shabani dhe Laurie Ibrahimi, me orkestrim të Nexhat Mujovit Virusit. Dhe kemi qenë një ekip shumë e mirë, dhe normal se gjatë kohës ndoshta kemi pas kështu ndërprerje për shkak të disa rrethanave të tjera. Mirë po tani përsëri jemi rikthyer, unë në mënyrën time me projektet e mia dhe Anita me angazhimet e veta. Herë jemi bashkë dhe herë na ndahen rrugët, mirë po përsëri jemi aty. Dhe mendojmë në të ardhmen të bëjmë edhe projekte të tjera të kësaj natyre, projekte që lidhen me muzikën, me koncertet, me këngën zbavitëse, pasi ne jetojmë në një kohë ku kënga shqipe zbavitëse është në krizë të madhe, dhe pikërisht këngët e Anitës janë këngë të cilët kanë një stil të veçantë të interpretimit, të ndërtimit melodik, të ndërtimit të orkestracionit të teksteve. Dhe vërtet janë këngë të cilët peshojnë shumë, pa marrë parasysh se a jam unë autori apo janë autorë të tjerë të cilët i kanë punuar për Anitën. Dhe ajo gjithmonë e ka ruajtur atë higjienën artistike brenda këngës shqipe zbavitëse. Është një këngë që ka edhe elemente të muzikës jazz dhe elemente të zhanreve të tjera të gërshetuara brenda këngës, dhe është këngë që dëgjohet jo vetëm në kohën kur janë krijuar, pasi disa këngë janë krijuar para 23 viteve dhe ato dëgjohen edhe sot e kësaj dite. Do të thënë janë këngë të cilët dalin prej asaj këngës standarde që është vetëm për një stil, për një publik. Dhe normal se ne dëshirojmë që ta ruajmë këtë bashkëpunim, të vazhdojmë më tutje edhe me këngë, po edhe me koncerte dhe evente të tjera, që shumë shpejt ne duam ta bëjmë një bashkëpunim me ekspozit, me muzikë dhe me poezi. Mirë po nuk e dim kur do të realizohet ajo, por dhe do jenë të gjitha kështu autore femra, edhe të ekspozitës, edhe të muzikës, edhe të poezisë. Zoja, unë vetëm se ju uroj suksese në të ardhmen dhe për çdo gjë që realizoni, shpresoj të takohemi sërish me gjërat e bukura që të realizoni dhe të kemi se çka t'ju japim publikut. Unë falenderoj shumë që ndatë kohën të ishte pjesë e emisionit tonë. Faleminderit edhe juve për ftesën, ishte kënaqësi po ashtu. Faleminderit. Faleminderit Semra.
Sukses edhe juve. Faleminderit shumë. Të dashur miq, ne tani do të shkëputemi duke ndëgjuar një pikë muzikore nga Anita Aziri, Nostalgji.